Kapitulli 26. Agripa I tha Palit: Ke leje të flasësh për veten. Atëherë Pali ngriti dorën dhe u mbrojt kështu: E quaj veten të lumtur që po mbrohem sot para teje, o mbret Agrip, për të gjitha padit judejnë të kanë ngritur kundër meje, sepse ti një mirë të gjitha zakonet dhe mosmarrveshjet e judejnve. Prandaj, të lutem, më dëgjo me durim. Të gjithë judejnët e din se si kam jetuar që kur kam qenë I ri. Kam jetuar që nga fillimi mes popullit tim në Jeruzalem. Ata më njohin që prej shumë kohësh dhe mund të dëshmojnë se unë I përkisja sektit më të rrept të fesë son, dhe se kam jetuar si farise. Ndërsa tani qëndroj këtu për t'u gjykuar për shkak se shpresoj në premtimin që Perëndia u ka dhënë etërve tanë, të cilin 12 fiset tona shpresojnë të arrijnë, duke adhuruar Perëndinë ditë e natë me përkushtim. Për këtë shpresë, o mbret, më kanë paditur judejnët. Përse ju duket e pabesueshme që Perëndia të ngjall të vdekurit? Edhe unë vetë kam menduar se duhet të bëja gjithçka që mundesha kundër emrit të Jezuit të Nazaretit, dhe këtë gjë bëra në Jeruzalem. Me autoritetin që mora nga kryepriftrinjt, kam quar në burg shumë nga besimtarët e krishterë, dhe kam dhënë miratimin tim kur I dënonin me vdekje. Shpesh herë në të gjitha sinagogat jam munduar që me anë të dhunës t'i detyroj të mohojnë besimin e tyre, dhe zemërimi im kundër tyre ishte aq I madh sa që I kam përndjekur edhe në qytetet e huaja. Kështu u nisa për në Damask me autoritetin dhe lejen e kryepriftërinjve. Gjatë rrugës aty nga mesdita o mbret, pash një dritë nga qielli që ishte më e shndritshme se dielli, që shndriti rreth meje dhe atyre që udhëtonin me mua. Ram të gjithë për dhe unë dëgjova një zë që më tha në hebraisht: Saul, Saul, përse më përndjek? Do të lëndohesh duke hedhur shkelma kundër Hostenit. Unë e pyeta: Kush je ti o Zot? Zoti mu përgjigj: Unë jam Jezui që ti po përndjek, por ngriu e qëndro në këmbë. Tu shfaqa që të bëj shërbëtorin tim, e që të dëshmosh ato që pe dhe ato që do të tregoj. Unë do të mbroj edhe nga populli yt, edhe nga kombet pagane, të cilat po të dërgoj që t'u hapësh syt, që të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti I Satanit te Perëndia. Kështu me anë të besimit në mua do të marrin faljen e mëkateve dhe do t'jenë mes atyre që I përkasin Perëndisë. Pas kësaj, o mbret Agrip, unë nuk mund të tregohesha I pabindur ndaj vegimit qiellor, por fillova të predikoj së pari në Damask e në Jeruzalem, dhe pastaj në mbar krainën e Judes, si edhe te kombet pagane, se ata duhet të pendohen e të kthehen te Perëndia dhe se duhet të bëjnë vepra që tregojnë se janë penduar. Për këtë arsye, judejnë të më kapën në tempull dhe urvatën të më vrisnin. Deri më sot më ka ndihmuar Perëndia, dhe unë jam këtu për t'i dhënë dëshmi të madhit e të voglit. Unë nuk them asgjë tjetër përveç atyre që thanë profetët dhe Mojsiu se do të ndodhnin, se Krishti do të vuonte, do të ngjallej I pari prej të vdekurve e do të bënte të njohur dritën edhe popullit ton edhe kombeve pagane. Ndërsa Pali po thoshte këto fjalë në mbrojtje të vetes, Festi tha me zë të lartë: Ke lajthitur Pal, po çmendesh nga të mësuarit e tepërt. Por Pali tha: Nuk kam lajthitur o I madhërishmi Fest, por po them fjalë të vërteta dhe të arsyeshme. Mbreti I njeh mirë këto gjëra, prandaj unë flas hapur me të. Jam I sigurt se asnjë nga këto gjëra nuk është e panjohur për të, sepse këto nuk kanë ndodhur në fshehtësi. O mbret Agrip, a u beson profetëve? Unë e di se ti u beson. Agripa I tha Palit: Për pak edhe po ma mush mendjen të bëhemi krishter. Pali u përgjigj: Unë I lutem Perëndis që herët avon, jo vetëm ti, por dhe që të gjithë ata që po më dëgjojnë sot të bëhen si unë, përveç këtyre prangave. Atëherë mbreti, qeveritari, Bernika dhe të gjithë ata që ishin ulur me ta, u ngritën dhe kur po dilnin I thoshin njëri tjetrit: Ky njeri nuk ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen apo burgimin. Agripa I tha Festit: Po të mos kishte kërkuar të gjykohej për Cezarit, ky njeri mund të ishte lënë I lirë.